Faleminderit, mersi që jemi pjesë e emisionit tuaj. Dua që ta nis bisedën duke thënë, sa prej këtyre çmimeve janë dhe çmime të cilat ti ke vetë në flas në biznesin edhe bujtinën tënde? Është e mundur për një biznes që të mbaj këto paga për stafin? Shiko, neve si grup interesi nuk kemi qenë pjesë e këtyre diskutimeve, po sigurisht edhe po pse neve... s'keni qenë? Si ju kanë ftuar? Këto vendime i ka marrë qeveria, i ka marrë dhe përgjithësi me tatime, se pas analizave të tyre që kanë bërë. Gjithsesi, kjo do të ndikojë në rritjen e çmimeve të produkteve, sepse do të ndikojë sigurisht për arsye se nëse do të rriten rrogat, do rriten dhe siguracionet. Kuptohet. Edhe unë mendoj që neve do të kishim marrë disa modele të suksesme, siç ka Italia, kanë vende të fqinj për turizmin, do të thonë që punojnë, të cilët sigurisht informalitet ka, kuptohet, edhe në Evropë, edhe kudo. Por ka ardhur momenti që tani të deklarohen rrogat, të deklarohen, do të thonë siç kanë përcaktuar tatimet, është e domosdoshme që të mbulohen dhe sigurimet shoqërore jashtë sezonit turistik, sepse punojësit gjatë sezonit turistik është shumë i shkurtër, 4 muaj ose 5 muaj, po themi maksimumi. Periudhën tjetër është mjaft problem, domethënë për punëdhënësit. Sigurisht edhe për punëmarrësit. Po si do ja bëni nëse tatimet atëherë s'kan biseduar me ju? Si do të ndodhë në këtë rast, ju që jeni dhe grupi interesit? Shiko, thash, neve si shoqat që mbulojmë restorante dhe bujtinat shqiptare, kryesisht bujtinat kuptohet të punojnë me stafe kryesisht familjarë të tyre, edhe ndoshta nuk do ta ndjeni shumë, kjo bëhet fjalë për bregdetin, për turizëm bregdetar, të cilët kanë shumë punonjës. Por të thash edhe një herë, domethënë është mjaft problem, domethënë neve duhet patjetër të rimbursohet sigurimet shoqërore shteti për periudhën jashtë sezonit turistik. Nëse do të arrihet kjo, ky rezultat sigurisht do të japi të ardhura, domethënë buxhetit të shtetit, por ndërkohë domethënë edhe duhet sistemohet sektori i turizmit në këtë lloj forme. E qartë, e kuptoj. Mirë, do ta diskutoj edhe pak me Enrik Mehmetin. Enrik, mirë se vjen në bisedë. E kishe mirat kapelen, ma hoqe, më gjaje pak si latin mes ose buz detit Vlorës. E vura prap. E vure prap, po duhet e vendosër se çmimet i lexova në euro, kështu që zëre se jemi në një vend të Europës. Si e sheh këto çmime që ka publikuar tatimet? Janë të arritshme për biznesin, e përballon dot biznesi një restorant që të ketë ato paga? Një restorant i ka, shumica e restoranteve i ka ato paga, dhe të paktën në shumicën e rasteve, ne kemi folur bashkë nëse e mban mend edhe për emisionin që ishte rrogat që ishin të larta të gjitha me radhë. Po nga ana tjetër, edhe pjesa e pagave janë... Po jo, dua të të pyes këtu tani, prit, dua të të pyes këtu. Ma jepni pak bashkë me Enrikun, dua dhe një herë